Policia e Shkodrës ka goditur një sër raste shpalishmërisë gjatë 24 orëve të fundit. Sektori i qarkullimit rrugor arrestoi një 25 vjeçare pasi u kap duke drejtuar automjetin pa leje drejtimi. Ndërkohë procedua në gjendje të lirë një 67 vjeçar banues në Guci të Re, pasi në aksin Shkodër Kuplik duke drejtuar automjetin e tij ka humbur kontrollin dhe automjeti ka dalë nga rruga, ku përpasoj janë dëmtuar 2 pasagerët në automjet, të cilët janë dërguar në spital. Fatmirësisht është rreziku për jetën. Specialistët për hetimin e krimeve shpallën në kërkim një 34 vjeçar banues në Shkodër pasi dyshohet se ka vjedhur një shumë parash në dyqanin në pronësi të një 51 vjeçareje në lagjën Kongresi i Përmetit. Po këta specialist referuan materialet në prokurori për njoftim fakti, pasi një shtetase ka deklaruar në rrjetet sociale se ka dëgjuar të shtëna me armë në fshatin Rjoll. Menjëherë shërbimet e policisë që kanë qenë të dislokuara në këtë zonë kanë kryer kontrolle, kanë pyetur rojet e kantierit të firmës së ndërtimit aty pranë dhe disa qytetarë, të cilët kanë deklaruar se nuk kanë dëgjuar të shtëna. Në vallën e Dedës, specialistët për hetimin e krimeve referuan në prokurori duke proceduar një 64 vjeçar banues në Kosmaç, pasi dyshohet se duke djegur disa mbeturina në tokën e tij, ka djegur një sipërfaqe toke me shkurrë dhe kullota. Por të gjitha këto raste, materialet i kaluan prokurorisë për veprimet mëtejshme.